Sektori i arsimit në Bashkinë e Vaudesit ka sjellë këtë vit një qasje të re në organizimin e aktiviteteve edukative, duke vendosur nxënësin në qendër të vëmendjes përmes nismës Nxënësi vitit 2026. Ky aktivitet synon të vlerësojë jo vetëm arritjet në dije, por edhe talentin dhe karakterin e nxënësve, duke krijuar një frymë pozitive dhe motivuese në shkolla. Përgjegjësia e arsimit në Bashkinë e Vaudesit, Melita Vjerdha, u shpreh se ky organizim është rezultati një pune të gjatë dhe bashkëpunimit të ngushtë me drejtuesit e shkollave, të cilët kanë përzgjedhur nxënësit më të spikatur për këtë vit. Këtë vit kena menduar që ky aktivitet ketë në një qasje tjetër me nxënësit, që është në qendër të vëmendjes nxënësi i vitit. Pra, këtë vit nxënësi merr statusin si nxënësi i vitit dhe na kena menduar që me i certifiku për këtë titull. Qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë që të motivohen nxënësit që të kenë një status dhe të jenë model frymëzimit për nxënësit e tjerë. Pas një pune gjatë që është bërë me drejtorat e shkollave për me nxjerr, po them, ekselencën e këtyre nxënësve ose talentin, dhe kena rritur në finalizimin me këtë aktivitet që po bëjmë sot. Vjerdha shtoi më tej rëndësinë që ka motivimi në procesin arsimor, duke nënvizuar se iniciativa të tilla ndikojnë drejt për drejt në rritjen e angazhimit të nxënësve dhe në zhvillimin e tyre personal. Aktiviteti u pasurua me interpretime të ndryshme, teksa në çdo shkollë u zgjollën 2 nxënës ekselent në mësime, si dhe talenti i vitit.